Jemi rikthyer në studio tani miq për të filluar bisedën e parë për ditën e sotme. Kam shumë kënaqësi të kem në studio Valon Saliun, mik i emisionit ton, mik joni edhe në jetën e përditshme, mirë se erdhe. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Gjithmonë kënaqësi të kemë. Na ka rasti të takohemi, s'na ka më duket, kështu në emision mëngjesi. Në emision mëngjesi jo, më duket se në emision pasdite kam qenë më kaluar. Po. Do të flasim sot për një garë e cila organizohet, një garë humanitare. Unë kur mora informacionet në rrjetet sociale, më duk goxha interesante si iniciativë, në kuptimin që keni gjetur një mënyrë të mirë për të grumbulluar donacione për të prekurit nga Koçani. Më njofto pak se për çfarë bëhet fjalë? Të thotë si çdo vit, ashtu edhe këtë vit, delegacioni i Unionit Evropian së bashku me bashkëpunim me Europe House organizojmë evente me të cilat e shënojmë ditën e Evropës. Zakonisht muaji maj është muaji ku kemi aktivitete të ndryshme, kështu që si vite tjera ashtu edhe këtë vit kishim plane të ndryshme, derisa ndodhi rasti me Koçanin. Fatkeqësisht, të e marrë parasysh se është një ndër fatkeqësisht më të mëdha që ka ndodhur në vend, momenti i festimit gjithsesi se ra poshtë dhe kërkoshim mënyra se si ta mbuloni. Si t'japim një simbolik ditës e Evropës këtë vit, edhe nuk ka mënyrë më të mirë se sa aspektin e solidaritetit. Kështu që erdhëm në përfundim se ndoshta do ishte mirë që të bëjmë një iniciativë ku gjithë së bashku do japim diçka nga vetja. Edhe kështu erdhëm deri te ideja për të organizuar një garë, e cila do të organizohet me 25 maj. Do të vrapojmë në 7 qytete, 7 qytete një qëllim, të gjithë vrapojmë për Koçanin. Ashtu është edhe motoja e këtij ditës së Evropës për këtë vit. Kemi edhe 2 javë, më duket. Ka kohë për të regjistruar, kështu që për gjithë ata që po na ndjekin, ndoshta të bëjmë një thirrje, si shkon donacioni, si bëhet, në çfarë mënyre? Duhet vetëm ty në faqen ku mund të aplikosh në cilin qytet do të marrësh pjesë. Do të marrësh pjesë, sitezakoçani.mk. Zgjedh qytetin, donacioni minimal është 300 dinar, mirë po gjithsesi se kush dëshiron që t'jap më shumë platforma është e hapur. Edhe do kisha dashur sek se gjitha ato holla që do mbilidhen do shkojnë në kryqin e Kuq, ku pastaj ato do të rialokohen në komunitetin në Koçani, më saktësisht për të njerëzit të cilët kanë nevojë. E qartë. Cilat janë 7 qytetet? Sa nuk e di ai përmendën. Po. Do thotë rrjeti Europe House në vendin ton ka 7 qendra. Duke filluar nga Shkupi, Manastiri, Strumica, Velesi, Struga, Tetova edhe Kriva Pallanka. Secili qytet me simbolikën e saj, zakonisht organizojmë evente të ndryshme dhe menduam që në aspekt regional, pasi që këto qytete kapin disi edhe të gjithë shtetin, menduam që ndoshta do ishte më tërheqëse që paktën në një ditë në gjithë rajonin e shtetit të organizojmë një iniciativë të tillë, secila qendër e jonja funksionon në aspekt lokal dhe kështu edhe bëhen edhe organizimet. Mu për këtë arsye edhe vendosëm që duke marrë parasysh se kemi ekip në secilin nga këto qytete, edhe organizimi është më i lehtë, për atë edhe organizojmë në 7 qytete. Ne po shohim në ekran ndërkohë edhe posterin kryesor të gjithë për Koçanin. Sa zgjat, në çfarë distance bëhet vrapi, kush ka mundësi të vijë në kuptimin që ne që jemi shumë me kondicione, si t'ja bëjmë Valon? Po. Gara nuk e ka peshën e garës, po më shumë është rekreative. Kështu që çdo kush ja merr mendje se mund të vrapon ose të ecë 5 kilometra, paktën nuk janë shumë. Gjithsesi se është i mirëseardhur, do të thotë pa marrë parasysh nga mosha, gjitha këto aspekte tjera, je sportist, nuk je sportist, mendoj se të paktën 5 kilometra është simbolike në fund të ditës. Është simbolike, po. Mund t'i vrapon gjithkush. Në Shkup gara do të organizohet në Vodno. Do të ketë garë 5 kilometrash dhe 10 kilometrash. Ndërsa në qytetet tjera shumica e garave janë 5 km. Në Tetov do të jetë në Malin Sharr,
në Strug do të fillon nga piknisja është nga ura në qarshinë e Strugës e kështu me radhë. Kështu që do kisha bërë ftesë se do të jetë një ditë interesant, besoj që secili do të jap diçka nga vetja, mendoj se si popull, si shtet jemi shtet solidar, e kemi treguar disa herë, jo rastisht edhe ditën e Evropës, këtë ditë e shënuam edhe në Muzeun e Galerive të Arteve në Shkup, ku vendi e ka simbolikën e solidaritetit. Pas tërmetit në Shkup, një nga institucionet të cilat janë ngritur në aso kohë, ka qenë edhe muzeu, kështu që vetë mesazhi këtë vit i cili përçohet për ditën e Evropës është se të tregojmë pak solidaritet. E qartë. Pash që kishit ndryshuar disa prej objekteve kryesore në qytete të ndryshme, cila ka qenë simbolika e kësaj? Ngjyra e kaltër simbolizon Europën. Aspekti ngjyrës ka qenë aq mirë, po momenti i ndriçimit është se të jemi ne ajo drita e cila do të bën ndryshimet. Jo rastisht kemi gjetur disa vende që janë pak më tërheqëse në secilin qytet, edhe në një farë lloj simbolike të japim një mesazh që të jemi ne ajo drita e cila do të ecë këtë vend përpara, sidomos ne si Europe House angazhohemi shumë edhe me të rinjtë, dhe kemi atë aspektin ku i shtym të rinjt duke u dhënë hapësirën e duhur edhe zërin e duhur që të bëjmë ndryshime të paktën. Edhe ndoshta simbolika e dritave shkon në atë drejtim ku përçojmë një mesazh se të jemi ne ai ndriçimi i cili ka nevojë ky vend. Definitivisht. Kush merr pjesë në këto gara përveç njerëzve të cilët regjistrohen, a ka përfshirje të institucioneve ndoshta, të partnerëve tjerë të cilët do të marrin pjesë, a janë bizneset të përfshira, sepse besoj që janë hallka më e rëndësishme apo e popullit në këtë drejtim. Po, gjithsesi, do thotë si shumica e garave, nuk e di nëse i ndjekni, po zakonisht edhe bizneset të ndryshme dhe aplikojnë si një ekip, po si një ekip, zakonisht donacionet që vinë nga bizneset janë më të mirë se ardhura, se zakonisht janë më të mëdha në numër. Kështu është rasti edhe me garën tonë. Kemi interes edhe nga bizneset, do të kisha bërë thirrje që të solidarizohemi edhe në atë aspekt. Ndërsa sa i përket pjesëmarrjes mbështetjes, gjithsesi ne si Europe House dhe delegacioni i Unionit Evropian, shumicën e aktiviteteve që i bëjmë së bashku me Team Europe ose ekipin e Europës, që janë ambasadat përfaqësuese të shteteve të cilat janë anëtare të Unionit Evropian. Simbolikisht ambasador do të marrin pjesë në ndonjëherë nga garat në qytete të ndryshme. Deri tash kemi pas bashkëpunim mjaft të mirë, besoj që ashtu do të vazhdoj. Edhe të shohim. Mendoj në aspekt të institucioneve, gjithsesi se do kisha dashur të shpreh një falënderim të gjitha komunat të cilat në aspekt lejeve për garën e kështu me radhë mbështetjeve, gjithsesi se kanë dalë në mbështetje. Në përgjithësi, kjo është në aspekt të bashkëpunimit edhe të... Ky është aktiviteti më i madh që organizoni, keni pasur të tjera aktivitete gjatë këtij muaji? E di që që ju ka ndryshuar plani për shkak të tragjedisë, mirëpo më duket sikur kjo është aktiviteti më i madh që po ndodh. Aktivitete kemi gati çdo ditë. Neve vitin e kaluar, sipas analizave që i bëm, doli se dikun kemi pas 999 evente brenda një viti, që i bie diku 3 evente për një ditë. Që nuk është pak, absolutisht. Po, gjithsesi se aktivitetet nuk ndalen. Shumica aktiviteteve, siç e theka edhe më herët, kanë të bëjnë me shtyrjen e të rive, dhënien e hapësirës, dhënien e zërit e kështu me radhë.
Kështu që në atë aspekt nuk ndalemi. Momenti që ndroi këtë vit është aspekti i festimit, se zakonisht Dita e Evropës festohet. Nuk e pam të arsyeshme që këtë vit të festojmë, por simbolikisht organizojmë një garë humanitare. Kemi pas aktivitete të ndryshme. Javën e kaluar e mbaruam procesin një mujor me ambasadën e Suedis në vendin tonë, ku organizuam një board game, cila quhet Electionville. Organizuam me studentë të shkollave të mesme. Electionville është një lojë cila mëson atë procesin demokratik të rinjt, sidomos funksionimin e komunave, aspektin e veçërisjes lokale. Të rinjve u jepet roli i këshilltarëve të një komune, u jepen buxhete, ata duhet të menaxhojnë dhe kështu garohen njëri me tjetrin. Po, është improvizim, garohen njëri me tjetrin. Fituesit e secilit qytet finalen e madhe e kishin javën e kaluar e organizuar në Parlamentin e Republikës Maqedonisë së Veriut. Ishte moment interesant pasi që mund ta shohësh të rinj se si ndryshe mendojnë në aspekt të menaxhimit, sidomos të komunave e kështu me radhë. Mirë po edhe atë aspektin luftarak të rinj, zhvillohet momenti i debatit të rinjt, critical thinking, mendimi kritike e kështu me radhë. Kështu që Electionville ishte një ndër aktivitetet, edhe sër aktivitetet të ndryshme. Kemi aktivitetet cilat kanë të bëjmë me inteligjencën artificiale, jemi duke organizuar disa trajnime ose debate në lidhur me atë që po ndodh në këtë moment me teknologjinë. Kemi aktivitete me më të rinjt, book club, lexojmë libra, e kështu me radhë. Kështu që jeni aktiv në të gjitha drejtimet e mundshme për t'i përfshirë. Keni cak të rinjt ose punoni edhe me grupe tjera? Me sa shumë të rinjt keni? Synimi Europe House janë të rinjt, edhe moto e Europe House është vendi i gjeneratës së ri, the place of the new generation. Kështu që gjithçka që bëjmë për të rinjt. Ajo që realisht më gëzon është entuziazmi i cili e shoh të rinjt. Edhe mendoj se kemi një perspektivë të mirë. Qëllimi ynë është t'i mbajmë të rritë këtu, t'u japin hapësirë, t'u japin mundësi, edhe t'i shfrytëzojmë këta të rinj që i kemi me vlerë, që të paktën të jenë ajo ndrita për cilën synojmë gjithë. Definitivisht. Të përmendim edhe një herë garën në Koçan përpara se ta mbyllim garën për Koçanin, më fal. Përpara se ta mbyllim bisedën, ku mund të paraqiten? Do të thotë me 25 maj zhvillohet gara, është në ora 10 në të gjitha qytetet. I bie diel, 25. Po, e diel, në ora 10 fillon në gjitha qytetet. Platforma online është tërçamzakoçani.mk. Informatat më detale mund t'i gjejnë në faqet e Europe House të secilit qytet që i kemi. Mirë po, në secilin qytet njerëzit mund t'i shohin edhe disa plakate që i kemi ngjitur nëpër qytete. Kanë QR code, ku ndoshta më lehtë mund ta skenojnë edhe direkt do hynë në platformën, ku pastaj është shumë e thjeshtë. 300 dinar është ajo regjistrimi më minimal. Po, kotizacioni më i vogël, mirë po platforma është e hapur për secilin që don të jep një donacion më të madh gjithsesi. A mund të regjistrohen dhe të mos vinë? Po gjithsesi, po. Ka edhe të tillë të cilët duan vetëm ta japin atë aspektin financiar, të japin donacion. Mirë po, nëse dikush e ka ndërmend të japin ndonjë donacion edhe nuk vjen, të paktën mund t'ja jep numrin tjetër kujt edhe të vrapon dikush. Po. Të japim një simbolik, të jemi sa më shumë në numër, pasi që edhe mesazhet të cilin dëshmon, po. Deri tash kemi interes, saktësisht numrat nuk i kam, e di që në Shkup ka më së shumti të interesuar, por gjithsesi edhe qytetet tjera nuk janë mbas, siç e thëka më herët jemi një shtet të cilët kemi atë solidaritetin në gjak, edhe kjo po dëshmon edhe
vetë paraqitjen e njerëzve. Definitivist. Valona, të falenderoj shumë që je gjithmonë i gatshëm të vish në mëngjes pas dite, kurdo që ne të thrasim, ndan kohën tënde, kështu që të falenderoj shumë që je gjithmonë i gatshëm. Faleminderit edhe juve çdo herë për krahjen, edhe ndjehem si një shpisarës. Më bëhet shumë qefi.